Në një komunikim të drejt për drejt fillimisht me kolegun ton Marcel Voca, i cili raporton nga Parku Olimpik aty ku pritet që shpresojmë që të jenë blendur të gjitha votat e diasporës, por detajet na i përcjell vetë kolegu Marcel Voca. Marcel, të përshëndesim sërish së bashku në komunikim të drejt për drejt, 19:00 shënon ora në këto momente jemi zyrtarisht në mbyllje të procesit të votimit. Si paraqiten situata pranë Parkut Olimpik, kanë mbritur të gjitha votat e diasporës aktualisht, Marcel, apo kemi edhe votat të cilat i presim gjatë minutave në vijim, që për shumë arsye të ndryshme mbase nuk kanë mbritur brenda orarit? Po, Albi, të përshëndes, ora shënon 19:02 dhe procesi i votimit zyrtarisht ka përfunduar, por deri në këtë moment kemi akoma votues të cilët janë drejtuar qendrës të votimit, por po të themi se mund të dalin dhe votuesit e fundit nga qendra votimit pranë kampit olimpik. Deri në këtë moment bëhet me dije se në gjithë qarkun e Shqipërisë kanë qenë rreth 41% votues, ndërsa për votat e diasporës, Albi, mund të themi se kemi të njëjtin numër që kishim pak më në lidhjen që kishim më përpara, pasi nuk e kemi akoma të sigurt nëse kanë ardhur të gjitha votat të cilat njoftova pak më parë, nuk e kemi akoma të siguruar, por deri në këtë moment e kemi me dije nga Komisioni Zgjedhor i Zgjedhjeve që kemi rreth 191.837 vota nga diaspora. Pra rreth 78% e votave të cilët kanë qenë në diasporë kanë bërritur nga 245.935 vota në zarfet të cilat janë shpërndarë në diasporë. E kuptoj, ndërkohë presin të tjera vota në Parkun Olimpik, vota të cilat janë të diasporës gjithmonë, Marcel, të cilat mbase edhe për shkak të vonesave nga kompania e cila ka marrë në dorëzim dhe në përgjegjësi shpërndarjen e tyre. Albi, në rreth orës 19:00 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka deklaruar që nuk do të pranohet asnjë nga votat e diasporës, por kjo mbetet për të parë, pasi dërgesa e fundit bëhet me dije se avioni ka mbërritur në orën 17 në aeroportin e Rinasit dhe nuk e kemi akoma të sigurt nëse kanë mbërritur pranë Parkut Olimpik, ku është vendosur dhe vendi ku do të numëron të gjitha votat e diasporës, por jo vetëm. Dërgesa e fundit është bërë në orën 17:00, është raportuar se është ulur avioni në aeroportin e Rinasit dhe më pas ai do të drejtohej drejt kampit olimpik ku do të depozitoheshin me të gjitha votat e tjera të diasporës, siç është bërë edhe më përpara. Por nuk është konfirmuar akoma. Por dërgesa e fundit që është bërë, që është e sigurt, i kanë qenë 2.783 votat të cilët kanë mbërritur në kampin olimpik dhe janë depozituar brenda dhe për pak minuta mund të themi se mund fillojë dhe numërimi i të gjitha votave. Në rezultatin e fundit mund të themi se deri në orën 18 në përtecimin e fundit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka dhënë të dhëna në lidhje me votat e diasporës nëse kanë ardhur akoma apo jo. Por në rang vendit kanë qenë në updatimin e fundit kanë qenë 41.31% në gjithë votuesën e qarkut në Shqipëri të cilët kanë votuar. E kuptoj. Marcel, të falenderoj shumë për raportimin live, të falenderoj shumë për informacionet që përsole deri në këtë momente. Ne do të jemi sërish së bashku në